musk. Soft, almost second skin, very musky. Man, how about all of me? No, it's on top. What? No, I'm We come to the conclusion that the tester is just old and we're gonna try it again later. Now see so cool, okay? This is important. That is talco powder, pure powder, vieja Gucci powder. That's your thing. This is rich bitch floral powder. Narciso Cristal. Warm citrus floral. One of my favorites so far. Narciso Ambre Neroli or Neroli Ambre. Oh no. I love Ambre so much. The original Ambre is just Ambre and then they had Na tregoj çfarë parfumesh përdor. Jam kaq gati të tregoj parfumet që përdor sepse jam e sigurt që janë kaq të mirë. Besoj shumë e njohur është ky parfumi nga Montale, Roses Musk, është e adhuroj. Ka ajo era që vjen trëndafilave kur sapo i ke fler, është shumë e intensive, në përgjithësi e përdor këtë kur dal ditën. I dyti është ky, nuk është kaq intensiv sa Montale, është më pak i ëmbël dhe këtë e përdor gjithmonë kur shkoj për shembull në punë. Pa shumë herë kam marrë gjithmonë shumë komplimente për këtë, edhe kur kam qenë adoleshente e kam përdorur. Nuk është shumë i shtrenjtë, ky ban gjithë ditën. Ky është është nga Creed, Ela Dalia. E ka aromën e mix lulesh, roze, unë këtë e bë në përgjithësi kur dal për shembull në dark, është pak më i rëndë se këto të tjerat, por jo më i ëmbël, është goxha e shtrenjtë, por mban gjatë, është super. Na tregoj çfarë parfumesh përdor. Jam kaq gati t'ju tregoj parfumet që përdor sepse jam e sigurt që janë kaq Shkëlqy që keni dëgjuar për të është e vërtetë. Është absolut në identik. Ka një performancë të shkëlqyer magnetike që i bën gjithë njerëzit të marrosen pas aromës së tuaj, madje ekstremisht shumë gjatë dhe ndër të tjera, aroma formule dhe ndërsi nuk është as pak e zakontë. Në miksje do të gjeni një shpërthim lulesh që duket shumë floral, por është i fortë dhe potent në fillim. Dhe ndërkohë ajo që do të çuditshëm është rënda e tekzimës ka një prekje shumë lehtë kanellës që ka thjesht një fjalë në një vaze super sensuale të ngrohta pak florale, vanilje, jogurt dhe mishë. Këto janë tre elementet që e bëjnë të shndrojnë në mënyrë spektakolare dhe asnjërin prej tyre nuk do ta ndjeni veç pas. Asnjërin prej tyre nuk do të zgjedhë. Të gjithë përshëndetje janë të lidhur në ato mënyrë. Natyrisht në 2026 pa një video për këtë parfum. Business gjatë është bestseller i Maison Privé, duke lënë pas Oud Maracoon, i cili ka pas një bullshitesh dhe një pëlqim masivisht në njerëzit. Mendoj që ky parfum e meriton 100% fat. Dhe suksesin që ka, pra status që ka kommercialisht bestseller. Për mendimin tim është një nga parfumet me erën të performancës të fortë që kam përdorur ndonjëherë. 100 nga 10 të tyra. Patjetër që faktor kryesor për erën të parfumit është qualitativ, e cila është dhe jo përdorur në parfume. Shumica mendojnë që Hibiscus është një parfum floral, patjetër që nuk e Hibiscus të parfum të parfum, por prekja që nga vanilja, kanela, lëkura dhe myshka bën të parfum shumë potent dhe të qëndrojë gjatë në lëkurë. Personalisht e kur i ka 10 orë në lëkurë, me rroba
Unë e kam provuar një diskus të tekojnë, e ona një ditë dhe gjithë do ma më morë një herë, sa që dhe babi shumë të përqë parfume të tha. Kështë nga parfume të mirë? Një herë parfume të shpyt, diskus, Nirvana, dhe në TikTok po shikoja, thonin që ky ishte më i gjashëm, atë jetë ky parfumi që do përdorë të tjera. E nuk e di më kam të emocione kur më has këto parfume. Disa nota e ka të ngjashme, vajte që përqin aroma të lehta, ky ka në bazë të trëndafil, hibiskus, vanilje, letër, amber, ka që të shtu të cinnamon që ky pak si e ëndër. Day that I met you, I started Day that I met you, I started down, in the morning time. I don't know that much about Kingston, but I like the sound it makes when it starts pouring rain. I think that tonight I'll wear my white one. Day that I met you, I started down, in the morning time. I don't know that much about Kingston. Ky parfum nga hapa Eternal Oud është një prej parfumave me shishë më të bukur, edhe hajde vojna bashkë unboxing edhe shyrëm. Dhe disa do të postë të parfum, qanë i bukur që është, edhe hajde shyrëm bashkë. Po shijet një paketim të e për të mirë. Shisha ka në këtë katalogën e parfuma. Super shisha. Edhe me që po t'i ka bëjveni të shku. Qëtë në pas spray të shyrëm bashkë. Super spray edhe super aroma. Ky parfum është kopje Grand Soidit, edhe ka një kapar të e për të mirë, edhe në shtondan, edhe të në këshket të tyrsh. Një aromë sikur vanil me pak kryp, s'po di që më thonë as i aromën, as e gjerë, një super arome mirë si pas mendimit tem. Në sot një që për këtë parfum është që vlerë është aroma gjatë dhe një jetë mirë, edhe ka një aromë të tepër serioze për meshkë edhe për femna, shumë ka pëlqen. Ky parfum brama shumë për të stinë të tëftë është për pjesë të përdimër, në përveci që kam i manual të qitë qatë që një të ndodhë. Ndodhë që parfum një Ameriqë, sa e taj ka me qitë. Që krejtë, është këshë në përme një tërë në Oud, edhe këshë nëse që ka të përme në Oudit, edhe në e të alkusht, tepër, të qysh po do këtë nish, o po do këtë të shtrajt. A e të me që s'po do këtë që parfum një 200 € të pahtën, kështu me pamje. Edhe një aromë tepër të mirë, kështu shikë nuk e pas ka qatë. Përveç 25 € mërët motor dhera si 400 €. Bile kena aromë konkluzion që ky dup e mon aromën shumë ma shumë se sa parfimi original. Vazhdan për kopjen e side effectet by Initio, ky e ka emrin Infini Elixir. Përveç 25 € mërët motor dhera si 400 €. Bile kena aromë konkluzion që ky dup e mon aromën shumë ma shumë se sa parfimi original. Vazhdan për kopjen side effectet by Initio, ky e ka emrin Infini Elixir. Për ndryshe, edhe pse kam shumë parfima, që ky parfim më marrëzohet mas shumëte, se nuk marrë me najtë baton, non stop e
parasitë. Për juve që nuk e dini, ky parfum ka përmbajtje të rumit edhe kanelës, edhe mandej i dalën pak edhe një aromë e drunit. Nëse e kisha përmbyllur me një fjalë, kish me qenë se është parfum shumë i ëmbël, e bën që ajo ton që ka të kanelës edhe pak të vanilës. Përveç 25 euro mund të motor deri si 400 euro. Bile kena aromë konfuzion që ky dup e bën aromën shumë se sa parfumi origjinal. Vajzën për kopjen e side effectet by Initio, kjo e ka emrin Infini Elixir. Për ndryshe, edhe pse kam shumë parfima, që ky parfum më harxhohet më shpejt se nuk më menaj paton non-stop e parasitë. Për juve që nuk e dini, ky parfum ka përmbajtje të rumit edhe kanelës, edhe mandej i dalën pak edhe një aromë e drunit. Nëse e kisha përmbyllur me një fjalë, kish me qenë se është Ja pyesim të vajzën tu. Vajza vaj pak. Me një pyetje. Cilat janë dy parfumet që ja marrin mendjen vajzave, pa që i shkallur fare vajzë.